E pra të nderuar miqtë e mi, mirëmbrëma të gjithëve, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit dhe sekretet më të fundit që në fakt kemi arritur të zbulojmë deri më tani. Ju e dini shumë bukur që sonte do të zgjidhet finalisti i dytë i Big Brother VIP Kosova. Është hapur një televotim prajmin e kaluar ku javën e kaluar u zgjodh finalisti i parë që nga publiku u përzgjodh Ludoli dhe këtë javë domethënë shkojnë në nominim Eliona, Londrimi, Hygerta, Aurora dhe Suanita, dy motrat, të cilat janë një konkurrent i vetëm, dhe Arditi. Kanë qenë në fakt komente të shumta se kush meriton të shkon në finale i dyti, me patjetër që do të ketë 4 ose 5 finalistë, akoma produksioni nuk është se ka zbuluar emrin se kush do të jetë, se sa finalistë do të jenë, më falni, por ne kemi arritur që të sigurojmë numrin e votave si që ndronë në fakt deri më tani. Besoj që jeni shumë kureshtar të dini se kush do të shpallet sonte finalisti i dytë dhe a do të respektohen votat e publikut, sepse për shembull ish banori i shtëpisë së Big Brotherit, Labino Trexha, asocon në Facebookun e tij dhe në Instagramin e tij duke bërë deklarata që produksioni nuk e respekton votën e publikut dhe unë gjithmonë në fakt kam qenë zëri i publikut, kam qenë në anën e publikut dhe në qoftë se kjo gjë është e vërtet, atëherë me patjetër që nuk do ta mbështes këtë produksion i cili keq përdorën të hollat e publikut shqiptar. Tani si që ndrojnë votat deri më tani. Në vend të parë, për të zgjedhur finaliste e dytë, qëndron Eliona me 86.374 vota. Në vend të dytë është Londrimi me 73.639, edhe pse në fakt është një numër pothuajse i afërt, nuk është se janë palesa larg me vota dhe mund të ndryshojnë sepse jemi akoma në orën 18, domethënë ka edhe 2 orë të plota për prime-in dhe normalisht do të mbyllet me njëherë televotimi apo do të zgjaten edhe gjatë prime-it, domethënë Eliona dhe Londrimi janë pothuajse kok më kok. E treta është Hygerta me 30.273, e katërta është Aurora dhe Saunita, që janë banore e vetme me 21.436 dhe i pesti është Arditi me 13.545. Tani, javën e kaluar vllau i madh nuk e respektoi fjalën e vet pikë së pari. Do me thënë, Dolçja ishte banorja më pak e votuar dhe Dolçja duhet të largohet nga shtëpia sepse kështu u tha që banori i cili do të votohet më pak do të largohet nga shtëpia, ndërsa banori i cili do të votohet më shumë do të përzgjedhet finalist. Tani, sonte sipas kësaj rënditje, do me thënë i bie që nga shtëpia duhet të del Arditi, në qoftë se do të respektohet në fakt ky vendimi vllau të madh, në qoftë se produksioni do ta respekton. Por unë mendoj që banori i cili sonte do të shkon në finale me patjetër që është Eliona, sepse është më e votuar, ka më shumë fansa jashtë edhe duan më tepër dhe në fakt banori i cili do të lërë shtëpin, mendoj që kaq ishte rrugtimi i tyre, do të jetë Aurora edhe Saunita, ato të cilat do mbyllin rrugtimin dhe karrierën e tyre në Big Brother, unë kështu e them. Unë uroj me zemër në fakt që mes Elionës dhe Londrimit të bëhet zgjidhja, mendoj që kanë dhënë shpirtin e tyre brenda shtëpisë së Big Brotherit, kanë bërë një lojë jashtëzakonisht të bukur, kanë qenë në fakt magjia e këtij Big Brotheri dhe mendoj që do të jenë spektakolar edhe si finalist, por pse jo edhe si fitues.